Shikues të radio televizionit të Huta, ja kur i kthejmë në studio, qëndrojmë në pjesën e dytë të emisionit të mëngjesit Ditë e Re, ku tashmë do të vijojmë me temën dhe të ftuarin e këtij mëngjesi. Në këto ditë të ftohta dimri, shumë individ dhe familje janë të prekura nga nevoja. Ndaj iniciativave të tilla si kuzhina dimrore janë një mundësi e çmuar për të ofruar ndihmë. Kjo kuzhinë, që ka filluar që nga janari, ka ofruar ushqime dhe ngrohtësi për ata që kanë më shumë nevojë dhe këtë vit është menduar të vazhdojë edhe gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit, pavarësisht vështirësive familjare dhe mungesës së mbështetjes me vullnetin e njerëzve të mirë. Ky projekt do të vazhdojë dhe gjatë këtij muaji, duke sjellë shpresë dhe ndihmë për ata që janë në vështirësi. Për këtë qëllim, sot në studio kemi të ftuar njërin ndër themeluesit e kësaj kuzhine, Adnan Kollari, i cili do të na ndihmojmë të kuptojmë më shumë rreth kësaj nisme dhe rëndësisë së saj për komunitetin. Mirëmëngjesi dhe faleminderit që jeni sot me neve në studion e emisionit të mëngjesit. Mirëmëngjesi. Mirë se erdhët dhe ju urojmë punë të mbarë, që bëni punë të mira, kështu të them, për të gjithë ato familje në nevojë në këto ditë të ftohta të dimrit. Ishte gjetë, faleminderit për ftesën. Mirë se erdhët edhe një herë. Le të ndalemi pak, unë e bëra një hyrje dhe një shpjegim se për çfarë ne do të flasim këtë mëngjes. Na tregoni pak se si ka vijuar kuzhina dimrore që nga fillimi i saj nga janari i këtij viti. Më thënë, kuzhina dimrore, si çdo vit më përpara, e hapëm me 1 janar, edhe pat me plan, që më thënë të vazhdojmë deri në fundin e shkurtit, kurse dika data 10 shkurtit do të rumë, shkak mundësive financiare që ishin një të volishme për neve, u desh ta mbyllim, ta bëjmë me thënë një pauzë të vogël, atëherë të fillojmë prapë në muajin e Ramazanit, bëjmë shpërndarjen e iftareve. Sa keni pasur ndoshta edhe përkrahje nga qytetarët, nga vullnetarët? Pas si gjithmonë, domethënë, e kena dëshmu, edhe populli i Ulqinit e ka dëshmu se është një popull me zemër shumë të gjanë, me zemër shumë të madhe, por në këta momente, me thënë që ndihma e popullit nuk ishte aq e mjaftueshme, nuk ishim fatkeqësisht për krahjen e tyre, me thënë, institucioneve pak më të larta. Edhe ai ishte ai shkaku kryesor që i dash na ta mbyllim kuzhinën me datë 10 shkurt. Sa kohë qëndroi e mbyllur kuzhina? Po, domethënë një ditë fundit, domethënë shkurtit, një 18 ditë, 20 ditë e shkurtit. Patjetër, kjo nuk është edhe një lajm i mirë kur kuptohet që për të gjithë ata që janë në nevojë të mbyllet një e ardhur e tyre ndoshta, sepse është ushqimi në pyetje, por na tregu si erdhi deri tek ai informacioni që ju a morët që përsëri ta merrni iniciativën që të vazhdoni edhe gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit. Aja ishte domethënë plani jonë që është ditën e parë të hapjes. Domethënë flas kthehemi apo që është vitin 2018, kur reformuam me grupin, kur nis me kësaj punë, ishte që domethënë një muaj Ramazan do të nepet iftari, po e përgatisim edhe na vetë në shtëpitë tona. Atëherë si mas ati projekti që kena pas, ta vazhdojmë, domethënë, të 2 muajt ma të ftoft janarin në shkurtin, edhe ta bashkangjisim edhe muajin mars, ku domethënë fillon të Ramazani me njëherë. Ditët e fundit kuzhinës si mas projektit, fillon të Ramazani, na menduam të shkojmë domethënë të 3 muajt, por prap kthehem mungësitë financiare ishin ashtu që u desh me mbyll. Ala sot, domethënë, më tingëllon vesh atë ditë kur i thash një njeriu me nevojë që sa domethënë është dita fundit ku të napim ushqimin, ai bani disa hapa mrapa më shikoj, e ku ta marr thoton për ta ditë se unë e kam siguru për fëmijët e mi, cili fatkeqësisht i kishte fëmijët e smur, ku ta marr thotë ushqimin se unë e kam planifikuar thotë 2 muaj tim këtu ke jo, ta marr ushqimin, e ku ta marron tash? Atëherë prap kthehem ke populli, shumë individ janë lejmëruar dhe kena bë paketa në çdo familje, që domethënë për aty në 40 familjeve që i kena në listat përmuajshme, i kena mulu me njëherë me paketa dhe thënë, ja kena lehtësuar ata 20 ditë që ka mungu kuzhina. Patjetër, shoqata Humanitas është tashmë për të gjithë ato familje në nevojë, është një emër që ato i gëzon zemrat e tyre sepse bëni një punë të mirë. Më trego pak
Sa familje kësaj radhe janë në listë për këtë vit? Viteve më kalumuna, kjo numër ishte shumë më i madh. Po. Domethënë, na ala dhe pse Ulqini ishin vend i vogël, nuk ishim bash informacione kush është, cili është, cilës familje i përket, edhe kryesisht njerëz janë edhe ata, kja domethënë struktura aty në njerëzve të cilët ishin në kuzhinë po u përbajshin nga romt. Atëherë na u dësht me kohë t'i analizojmë, t'i shohim cilat janë ato familje cilët i shtyn të kërkojnë lëmoshe, cilat keq përdoren në mashtri, domethënë detale. Po. U dësht edhe ai numri prej 280, 240, u dësht me reduku në 140, domethënë janë 40 familje, në 140 persona janë në ata 40 familje. Për muajin e shenjtë të Ramazanit, mendohet që kur fillon ndamja e këtyre ushqimeve? Nga cila orë dhe kur ato mund të vinë t'i marrë? Tema e Ramazanit ishte një temë shumë interesante, më thënë derisa u zhvillonte, ishim një, më thënë, në qoshe nuk dishim ka t'ja majmë. Po. Atë fillojmë të përgatisim këta iftaret na vetë na për shtëpitë tona se e kena premtuar njerëzve. Po. Kur në ata fjalë dalin 2 donator, cilin duhet sa domethënë kjo donacionist e dia, një bashkëqytetar jon i cili jeton në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Miradin Haxhicanović, ai bani dia një pagesë ku na sigurej materialin për me bë 15 iftare natë. Çdo natë Ramazanit, atëherë neve na bie shumë lehtë ti kemë edhe ndoshta edhe një 20-25 iftare që do t'i përgatisim na vetë. Cilat kanë qenë ato sfida më të mëdha përveç këtyre që u mendu Ramazani dhe ushqimi për Ramazan të bëhet dhe të shpërndahet, por erdhi koha që edhe të ndalet dhe përsëri të vazhdoni, përveç kësaj, cilat janë ata sfidat të tjera? Ky vit ka qenë diçka i posaçëm, domethënë ishim kushtimisht prej Bashkisë Islame, domethënë kena marrë objektin, vendin e ku ishte qendron kuzhina, u desh me marrë me qira, si kusht e kena pas për të vazhdu kuzhinën, ishte dash me bërë renovimin. Atëherë të paguam qiran. E krahas aty ne kena pas edhe një operacion, kështu që bajagi u gjetëm një situatë vështirë financiare. Të thotë përveç ushqimit ju i delni edhe ndihme të tjera për të gjithë ato që kanë nevojë. Po, na si moto të kësaj organizatës tonë jena si ajo strehimorja aty në njerëzve që nuk i njihet zani në shoqni. Se thanë që nuk ka mundësi të jenë shembull barabar me ata të tjerët, na jena krah i tyre. Kena domethënë mundësinë. I japim çdo familje, domethënë ata 40 familje që janë për çdo muaj, ata kanë paketin e sigurimit, njëkohësisht janë mulumur edhe me ilaçe. Se kena shumë persona me nevojë që janë invalid, që janë me tmeta psiqike, për gjithë ata jena krah. Në shoqatën Humanitas, sa bashkëpunëtor jeni dhe sa jeni në ndihmë të këtij populli në këtë shoqat? Po jena domethënë na 3 themelues, edhe jena afër 22 deri 28 vullnetar cilët i kena krah çdo ditë kur na duhet. E kena dëshmuar domethënë këtë muaj në kuzhinës ku i kishim çdo ditë 5, 3 vajza domethënë i kishin cilët u bajshin me shpërndamin e ushqimeve në për ta njerëz që ishin pa lëvizshëm. Njëkohësisht kur ja çonte ushqimin aja krynte edhe një punë tjetër, ja pastronte, ja vendonte diçka. E jena me thënë një grumull bajagi, e thënë një shoqni shumë e mirë. Patjetër. Bëni një punë shumë të mirë dhe gjithmonë është mirë t'i gjendemi njëri tjetrit në krah kur janë në raste të nevojës. Më tregoni pak si do të vijoj më gjatë kjo shoqat dhe cilat janë planet e juaja? Planet tonë janë të vazhdojmë siç kena më thënë çish ditës parë themelimit, nuk dona as nuk guxojmë të hapen as shumë gjanë, edhe mundësitë tona janë si moto apo si më thënë pikë nisje e kësaj tonë është që
t'ja qomë dërgjegjen popullit Ulqinit që Ulqini ka nevojë për një kuzhinë popullore. Edhe që mos tjetë e veshur në kënë ne. Thënë që organizata jonë ka kuzhinën popullore. Duhet me qenë diçka është për të gjithë qytetit. Për gjithë qytetarët. Shemull, pse mos tjena edhe nën buxhet. Kena rastin afër nësh. E kena një shoqat njëjtë si konen Tivar. Ata në buxhetin e komunës edhe funksionojnë shumë lehtë, nuk kanë që probleme që i kena në kuzhinë në çdo ditë. E qëllimi jonë, domethënë kryesor, është që ta ketë qyteti jonë një kuzhinë popullore. Edhe të kenë strehimore për ata njerëz me nevojë. Se me të vërtet shumë ka njerëz që kanë nevojë. E ne nuk i shohim e nuk i dim. Keni pasur raste që ato ndoshta vetë kanë ardhur dhe ju kanë shprehur atë indinjatën e tyre që kemi nevojë dhe duhemi të ndihmohemi nga ju? Na ditës kena kontakte me shumë njerëz. Edhe e shohim ka njerëz, prapa them, si në çdo vend, ka njerëz që keq përdorojnë, pa ka njerëz me të vërtet edhe që janë shumë nevojë. E na, domethënë matë që kena deportuar, domethënë në çdo pikë, në çdo cak qytetit, edhe pse nuk është një qytet i madh, por një njeri vetë i zorën gjithë ata punë me kry, i kena eliminu gjithë keq përdorime, domethënë në këtë moment janë njerëz që me të vërtet janë nevojë, edhe çdo ndihmë për ta është shumë e madhe. Si mund të arrijnë njerëzit me zemër të mirë tek ju që kanë dëshirë të donojnë dhe të ndihmojnë njerëzit që gjenden në kushte financiare, ekonomike të vështira? Me thënë, na kena kena bëha një këtë zyren që e kena to në Kerethi. Ato jena çdo ditë. Çdo ditë jena, kena këtë shoqatën tonë është me thënë shoqat legale, ku i kena numrat e xhiro llogarisë ku janë paka shumë në çdo kund të hapun, edhe aty mundën me bëjë donacione, po ashtu mundën edhe të thjesht thash ke zyrja çdo ditë. Dua të ndalem përsëri tek muaji i shenjtë i Ramazanit. E dim që të gjithë ne në këtë muaj duhemi të solidarizohemi me njëri tjetrin më tepër dhe të bëjmë më tepër bamirësi. Çfarë i këshillon ato qytetarë të Ulqinit, ju si një themelues i kësaj shoqate bamirësie për këtë muaj dhe për të ndihmuar të tjerët? Nuk ka shumë vende më thamë për fjalë. Këto i thamë veç të vazhdojmë si kena qenë vite më përpara. Është tepër e mjaftueshme. Faleminderit shumë që ishit pjesë e emisionit të mëngjesit. Jeni një shembull shumë i mirë për të gjithë qytetarët e Ulqinit dhe për Ulqinin. Këtu tregoni që edhe Ulqini ka një zemër të madhe dhe asnjëherë nuk i lajnë nevojtarët të vetëm. Faleminderit ju edhe për përkrajen e juaj. Faleminderit edhe një herë, ishte kënaqësi.